Mbreti arrogant dhe tiran. Nemrudi ishte një mbret dhe tiran i Babilonisë, një qytet i lashtë që ndodhet në Irakun e sot. Ai njihet për arrogancën dhe mendjemadhësinë e tij. Sipas Islamit, Nemrudi ishte pasardhës i Nuhut alayhis salam dhe në një periudhë të caktuar ai ishte një nga mbretërit më të fuqishëm dhe më të pasur. Sundimi i tij përfshinte një qytet të madh dhe të pasur dhe ai ishte idol i popullit të tij. Ata e konsideronin atë si një lloj zoti të gjallë dhe ai ishte i njohur për ndërtimin e shumë tempujve dhe për adhurimin e idhujve. Nemrudi përballej me një sfidë të madhe, ku pejgamberi Ibrahim alayhis salam, i cili ishte i dërguar nga Allahu, nisi të thërriste njerëzit në besimin e tauhidit, besimin në një Zot, dhe të braktisin adhurimin e idhujve. Ai e shikoi këtë si një kërcënim për autoritetin dhe sundimin e tij. Ibrahimi alayhis salam, thirrja e tij në tauhid. Ibrahimi alayhis salam, i cili ishte vetëm një djalë i ri dhe nuk kishte asgjë për të ofruar nga pasuria, fuqia apo ndikimi, nisi të predikonte dhe të ftonte popullin e Babilonisë të besonte në Zotin e vetëm, Allahun xhalla shanuhu. Ai e dinte se adhurimi i idhujve dhe shumë zotave nuk ishte vetëm një gabim, por një shembull i rënd i shirkut, një mëkat që Allahu nuk e fal. Inna shirke la dhulmun adhim, shirku është padrejtësi e madhe, thot Zoti i Madhërisht në Kur'an. Ibrahimi alayhis salam kishte një forcë të jashtëzakonshme të besimit dhe argumenteve të tij. Ai e shpallte këtë thirrje me gjithë zemër, duke thënë që vetëm Allahu ka fuqinë të krijojë dhe të shkatërrojë. Ibrahimi ishte një figurë shumë e respektuar në historinë islame për ndershmërinë dhe devotshmërinë e tij ndaj krijuesit, Allahut fuqiplot. Nemrudi nuk mund ta priste që populli të i kthehej adhurimit të Zotit dhe ta braktiste atë, sepse ai konsideronte pushtetin dhe idhujt e tij dhe pandehte se ai ishte Zoti. Allahu na ruajt. Debati dhe konfrontimi. Pas thirrjes së Ibrahimit alayhis salam, Nemrudi e thirr atë për të pasur një debat. Ky debat u zhvillua përpara popullit të Babilonisë dhe Nemrudit, i cili ishte njohur si një njeri i mençur dhe i fuqishëm. Donte të tregonte që kishte të drejtë dhe fuqinë të sfidonte dhe të mundte Ibrahimin alayhis salam. Në këtë debat, Ibrahimi alayhis salam i tha Nemrudit: Zoti im është ai që jep jetë dhe vdekje. Nemrudi u përgjigj duke mburrur dhe duke pretenduar se ai kishte po të njëjtën fuqi. Edhe unë jap jetë dhe vdekje. Ai solli 2 robër të burgosur dhe liroi njërin, ndërsa vrau tjetrin, duke pretenduar se kjo ishte një dëshmi e fuqisë dhe autoritetit të tij. Ai mendonte se kishte argumentin për ta sfiduar Ibrahimin alayhis salam. Por Ibrahimi alayhis salam e shpërtheu menjëherë këtë argument me një pyetje të thjeshtë, por shumë të fuqishme, me një zbërthim spektakolar. Ai i tha: Allahu e sjell diellin nga lindja, sillet atë nga perëndimi. Ky ishte një argument që e turproi Nemrudin. Ai nuk mundi të ofronte një përgjigje të arsyeshme dhe mbeti i shokuar, pasi kuptoi që fuqia e vërtet është vetëm te Allahu dhe jo te ai vet. Ky ishte një moment kritik për Nemrudin. Ai duhej të përballej me të vërtetën që Ibrahimi alayhis salam e shpalli me fuqinë e argumenteve